era e butësisë së Zotit. Kur Zoti është e Latif, më i buti, don me të ndihmu, e bon një send që zakonisht s'është arsye, sebeb. Me u bo, që është ka so sebeb, nëpërmjet çati sebebi Zoti ta mundson. Zoti është e Latif, më i buti, don me të nderu, e bon që ai prej cilit se pret asnjë të mirë, me u bo arsye sebeb e dhuratave më të mëdha që ty me ta. Ka se mendon dhe prej kujt se prit, Zoti çat ta bon që ai mi t'i sjell të mirat. Zoti është më i buti, e Latif don me ta largu të keqen. Bon që ti mos me pa fare të keqen, bon që ajo mos me gjet rrugën deri te ti dhe mos mu pa hiç, ose bon me u taku, po pa të prek ajo e keqe s'ta bon asnjë dam. Kur Zoti është e Latif, më i buti, don me trujt prej gjunahit. Çka ndodh? Bon ti me u rry gjunahin, ose me dasht. Ose e bon të vështirë ti me arrit deri te gjunahit, don me bu një gjuna, po se në rrin deri te ai gjuna, dije që kjo është butësia e Zotit që t'ka largu. Ose të bon me ndjet huj prej saj, edhe mos me përfill. Ose afrohesh, del diçka përpara që të ndal në atë çast dhe nuk e bon atë punë, atë veprim jo të mirë. A robët e Zotit e ndjejnë këtë mirësi të fshet Zotit dhe e shohin me sytë e bollit jo, por me sytë e zemrës. Dhe çdo send që ju ndodh, e kuptojnë që ka një prekje të butë prej Zotit, e ky është Zoti jot e Latif, më i buti. Kur Zoti e Latif, më i buti, deshti me nxjerr Jusufin a.s. prej burgut, çka ndodhi? Zoti nuk i rrëzoi muret, as nuk dërgoi rrofe apo diçka me i thy dyert e burgut, prangat e tjerë. Jo. Zoti veç e boni që mbreti me pa një ëndër, ajo ëndër u bo shkak sebeb i fshet, i but, i Zotit që e çoi Jusufin prej territ burgut deri te pallati mbretëror. Sa i pat nevojë për komentin e ëndrës. Kur Zoti e Latif, më i buti, deshti me e kthy Musan a.s. te nana e vet, histori e njohur, nuk u bo luft, as nuk boni luft kundër faraonit. Çka boni? Veç e boni që Musaja i vogël mos me pranu asnjë xhi të asnjë nane, një grua tjetër. Derisa me këtë shenjë të fshet butësi Zotit, u kthy Musau në krahnorin e nanës vet, për gjellanje. O Zot, ti je më i buti. O Zot, përveç teje, Zot, s'kam kërku tjetër. E askush s'mundet me dhuru si ti, o ti që me butësi largon të këshijat, me butësin tënde më ruaj prej çdo të keqe që më vjen afër. Vërtet, Zoti është e Latif, më i buti, që me sendet më të vogla realizon punë më të mëdha. E vullneti i Zotit ndodh siç Zoti don. E robi njeriu shpesh as nuk e merr vesh se si u kry kjo krejt. Zoti yt është e Latif, më i buti për ty.